mira e unë ta ktheva. Selamu alaikum të nderuar dëgjues, rikthehemi në pjesën e dytë të programit, do të vazhdojmë kështu mbi emisionin, do të thotë jemi në transmetim të drejtë për drejtë në emisionin Jeta me Kur'an dhe sonte jemi fokusuar tek mëkatet. Në pjesën e parë ishim tek mëkatet e fshehta personale, ndërsa vazhdimi i pjesës së dytë të programit është mëkatet e dukshme publike. Tashma shkojmë në një qasje tjetër të mëkateve dhe do të vazhdojmë këtë pjesë të dytë të programit. Para se të ja kaloj fjalën doktorit, ne do të tentojmë që do të t'ju rinformojmë që të gjithë ju që dëshironi të bëni pyetje rreth këtij programi mund t'i shkruani ato në +383 44 888 698 në Viber e WhatsApp dhe të gjithë ju që po na ndiqni nëpërmes rrjeteve sociale në Facebook e YouTube, atje mund t'i shkruani pyetjet tuaja. Ne do të kujdesemi që në vazhdim të thotë ti marrim ato pyetje dhe të përgjigjemi në pjesën e fundit të emisionit. Doktor, kalojm fjalën tek ju për të nisur pjesën e dytë të programit. Faleminderit moderator, Allahu të rujt, shikues të nderuar, selamun aleikum dhe mirë se vini në pjesën e dytë të këtij emisioni. Mëkatet tani nga ajo bota e msheft, tani po dalin botën e dukur të haptazi publikisht. Do thot Kurani neve po na mëson që pas ka mëkate që njeriu po i bën ata, po zhytet në ta, sheu razi, në zemër po i mshef ka, dhe Kurani ka thonë këtyre mëkateve smundje të zemrës, po smundje të zemrave, po që na disa i përmendëm dhe se si me punu ma jetin kuranor dhe se si me i luftu këto veti të këqia. Tani ka mëkate lloj tjetër që do të vërrihen publikisht, shihen haptazi. Po muslimani me ajetën e parë kuranor tani dhe me këto ajetet suratul An'am përsëri po na urdhërojnë që na të hekim dorë me një herë nga mëkatet, qofshin ato të fshehta apo ato të dukshme. Tani ta shohim ajetën e Kuranit në suratul An'am, është pak i gjatë ditro, për lexojmë gjuhën arabe origjinalin për bereqet, pastaj edhe për një sa aty janë të radhitura këto mëkatet, do thot mëkatet zakonisht të mëdha publike që ka bëhen për çdo ditë gati, për çdo ditë bëhen këto mëkate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Këto ajete të vëllezër të ndershëm që i lexuam nga surët e An'am 150 dhe 152, pastaj 153, që në përkthim do të thotë:
Unë tani e lexova këtë jetë dhe dua tani ti praktikoj këto jetët në jetën time. Këto jetët kanë tematikë rreth gjunaheve publike të dukshme. Që në përkthim do thotë, e jani thuaj, kul, Allahu po i thot profetit e tij, pejgamberit e tij, alayhis salam, thuaj o Muhammed, e jani t'ju lexoj atë çka ju ndalon Zoti juaj. Çka na ndalon Zoti jon? Çka është haram për neve? Numër 1. Ati mos i bëni shok askë. Mos i bëni shirk Allahu xhelle shanuhu, mos i shoqëroni Allahu xhelle shanuhu asnjë zot tjetër. Po, Allahu është ahad, Allahu është samad, Allahu lem yelid, Allahu lem yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Është një, të gjithë kanë nevojë për të, nuk ka lind vet, po, do thot vet nuk ka lind, nuk ka fëmijë, wa lam yulad, as vet nuk është i lindur nga askush dhe askush si përngjan. Këta janë atributet, sifatet e Allahut xhelle shanuhu. Prandaj të besojmë në një Zot. Thuaj popullit, thuaj arabëve, thuaj mushrikëve, thuaj paganëve, thuaj krishterëve, thuaj katolikëve, thuaj ortodoksëve, budistëve, hindusëve, krejt besime që kanë. E jani, besojmë në një Zot dhe mos i bëjmë shok atij. Kjo do të thotë se shoqërimi i Allahut me shok të tjerë, shirku është mëkat publik edhe mëkat shpirtëror, do thotë në jetën kohë është, më do thotë në gjunah, në sheft, në zemër që nuk thashë kërkush, po kjo fshehtësi pastaj manifestohet publikisht. Është do thotë mëkat i madh. Numër 2, me prindër të sillen i mirë. Kjo mëkat i tjetër publikisht që dikush truna Zot nuk sillet mirë me prindërit e tij. Po tallet me ta. Kujdesi nuk e tregon ashtu si duhet ndaj tyre. E haron hakun e tyre. E haron hakun e babës dhe nanës. Po, nuk interesohet fare për ta. I abuzon ata. Sillet keq me ta. Shumë agresiv është me ta. Nuk u jep ndoshta as me hangër dhe as me pi sa duhet. Nuk interesohet për veshmbathjen e tyre, për shëndetjen e tyre. Po, ajeti Koranit po thotë wa bil walidaini ihsana, me dy prindërit e tu, po silloni mirë. Mirë deri në maksimum. Edhe ajetet në surët Al-Isra që kemi treguar edhe më herët, as mos i tha atyre. Mos më i thanë. Po jenë plak, ju kanë shtuar kërkesat, janë shtyje në mosh, krejton gjë normale. Edhe ti në ditë me gjithë mua do të plakësh, dhe do të shtyjesh edhe je duke u shtyë në mosh për çdo ditë, çdo orë, çdo moment, e ke për të pa sa rënd është fëmia me të kthy fjalë, e mos më dëgjua, dhe mos më të respektua, dhe me ta kthy shpinën, dhe mos më interesu për ty. E dikush që po sillet keq me prindërit e mëkatet e mëdha, tani unë e përlexoj këtë ajet, po shkojnë xhami kënina me prind po sillna keq, nuk më interesohen për prindërit. Kjo është kontradiktio, nuk e pranon këtë Allahu xhelle shanu. Unë nëse du me punu tani me Kur'an, jeta jeme me qenë me Kur'an, unë duhet me qenë shembull tyr, shembull ideal për mirësinë time ndaj prindërve. Unë vetë jam i zonën, po një shërptore e zonë. Nëse do në shoqja ime, gruaja ime me të mirë, në rregull, borx me borx, tash do shta pleq pak vëmë një këta fjarë dhe qërta gjallar të rritash. Me borx nuk e ka dhe se. Unë me dito pleq edhe ju dhe thot, po ajo preferohet. Edhe Zotën dhe me thonë, ato gratë ndershme, ato gratë muslimane që do me thonë, nanët tona që i kanë dëgju vjehrit e tyre, apo gratë tona që i kanë dëgju prindërit tanë, to kanë bërë për respektit, për turpit, për marrës, për tërbijes që i kanë pasur gjenerate vjetë. Dërsa gjenerata e re tani moderne, gjenerata e iPhone-ave, gjenerata e Samsungave, gjenerata e internetave, këtu mo veç Allah i bëht rahmet se kuku për neve, adhe në kuku për ta thmisat, adhe në kuku për ta gra apo nuse. Krejt gjenerat tjetër është. Prandaj, nëse ata ajo nuk e bon, rregull. Mos e nguci, mos ta nguci. Po nuk guxojmë do thëmë dhe përdor dhunën, po hajde këshirë ma nonën e babën me dhunë. Jo. Obligime kam une. Po nëse une nuk mundëm, do të mundon dhe maksimum dikon tjetër, do thëmë me shërby e prindërve të mi. Kjo gjuna do thëtë që sot shumisa do thëtë talën dhe kanë probleme sociale, sot prindërit i qënë shpijat pleqve,
nuk interesohen për ta, si në Arabi këtu, si të në Kosovë, si Gjermani, si çdo kund, po kjo është me Kur'an nuk pranohet, kjo mëkat publik që nuk toleron Kur'ani as pak. Numër 3, mos i mbytni fëmijët tuaj për shkak të skamjes. Ne ju ushqejmë edhe juve edhe ata. Ajeti po thot, mos i mbytni. Ka qenë traditë gjahiliet përpara arabët, po meshkujt, fëmijët meshkujt djemt, nëse ju ka lind nga frika e skamjes, po i kanë myt. Po i kanë shtirë çështë gjallë dhe nëse bebet fëmijët kanë qenë femra, domethënë vajza, ata i kanë myt se kanë kujtuar që jo turp marrë me pasën e po që i kanë në shtëpi. Gjahiliet për gjahiliet, kokë domethënë pa pak vendon. Domethënë fe sipas dëshirës tyre, domethënë ligje vet i kanë vendosur, vet kanë kurdis. Po i kanë myt. Allah po garanton po mos i mytni fëmijët e ju. Pse na ti a ki frikën e ushqimit e skamjes, po Allah shifni këta jetë, sa më rëndësia është. Nahnu narzuqukum, po na juve ju pasrojmë, na juve ju furnizojmë, mas parë. Edhe ata. Mos tutni domethënë. Rizki o ndort Allahu xhaleshanuhu, edhe çdo kush e ka rizkun e shkruan në ball, se ai çdo krijesë që ka lind e ka rizkun e tij. E ka furnizimin e tij. Po na vetëm duhet pak me qenë me lëviz sebeb, domethënë me qenë shkak se nuk bën me dyshuar në rizk, sikur sa bën me dyshuar për në gjel që kemi me vdek. Ja, të gjithë kemi me vdek. Ka që ka dyshon që s'ka me vdek, ka është normal. Prandaj të gjithë e kemi bindje që kemi me vdek një ditë, edhe të gjithë do të më pas bindjen se e kanë rizkun e siguruar të garantuar nga Allahu xhaleshanu. Nahnu narzuqukum, na ju çojmë ju rizkun. Apo tuteni ju apo ju mas pare na ju çojmë. E ju ku të keni atër, e jipni edhe fëmijëve. Numër 4. Ajeti po thot, dhe mos ju afroni gjunahave, as haptazi, as fshehurazi. Shifni tash ta ajetet me këtë kaptin, në vend tjetër, po mos ju afroni. Ktu kam bërë përkthimin mos përqafoni imoralitetin. Përkthimi mos përqafoni, a peshin e vëllezër o motra, shikues të nderuar. Nuk fahan pazari i arabishtës, as i Kuranit, mos përqafoni moralitetin. Adin, po. Qëllimi o ajtë, wala taqrabu, mos ju afroni, po, mos keni lidhje me gjunahe, as publike, as të fshehta. E gjunahet publike, edhe atëherë Mekë, në Arabi, kam pas dhe thët shtëpia publike, kam pas dhe thët gra që kam punu, dhe thët me qira, ka jetë moralshme, po dhe atëherë ka pas, edhe ka qenë tradit e Arabë atër para fesë islame, që njeri u me pas kontakt me gra tjera, po me pas zina me fjalë tjera, po me pas zina publike, është diçka turpi madh, marë. Këtu e kam pas tradit. A fshehurazi, nëse ke kontakt me vajza, apo shoqe, po e kanë toleruar. Sot çka pi thonë këta, do thot girlfriend edhe boyfriend. E girlfriend edhe boyfriend ka pas edhe atëherë në Mekë, në Arabi, kohën e zbritjes Kuranit dhe para se me zbrit Kurani. E Kurani ka ndaluar këta. Edhe traditën dhe me thonë, e boyfriendave, po dhe me thonë me pas vajzën shok, apo girlfriendave, apo djali me pas në një shoqe, apo burri, apo gruaja. As vajza nuk guxon me pas shok, pas edhe djali nuk guxon me pas shoqe, pas edhe burri nuk guxon me pas shoqe, as edhe gruaja nuk guxon me pas shok. Jo tradita amerikane, angleze, europiane, po çuçi kemi sot apo shpeshojmë në far filma. Këta s'ka me Koran. Këta janë dhe me thëmë katët dukshme, se këta qënë edhe pas edhe më katën më shefta. E Korani për thotë, mos ju afrani. Po. Pastaj, numër 5, mos mbytni, njëri jonë për thotë, atë që mos mbytni, atë që e ka ndaluar Allahu, xhaleshanuhu, pa kërkuar e vërtet, apo pa dalë drejta në shesh. Njëri jonë pa faj me mbyt, ka til më bo, kjo është gjuna i madhë, gjuna publik, është gjuna i dukshëm, qakderdhja dalohet, gjaku i muslimanit, sidomos edhe njerit është
ma e vlefshme dhe ma i shenjtë se sa qabja, se sa vendet e shenjta. Me myt një musliman pa fajshëm, po është ma gjunat e Allah Gjeleshanu se sa me shkatru qabë. Kështu thënë jetar. Prandaj, nuk bën me dikon me derdh gjak, apo me shkaktuar në mbytje dikujt, vetëm nëse ekziston do thot raste të tilla sipas shariatit fesë islame, sipas dispozitave të fesë islame, njeriu do thot mbytet për 3 gjëra. Katili, mbytësi, atëherë sipas shariatit, nëse nuk ja fal familja të mbyturit, nuk ja falin, atëherë kadia, sipas dispozitave të fesë islame, çaj katili duhet më ekzekutua, do thot një me një. E jo si gjahiliet kohën e komunizmit edhe që thash të vendet tona, trojet tona, dikush e myt dikon, pastaj tër familja qohet mbyllet, izolohet, po të nga shkaku se ai familja të mbyturit, po tani mundohen edhe me mbyt palesat familjes tjetër, antar tjerë. Jo, me fe, qatë katilit, qatë mbytin, ai do thot mbytet. Numër 2, nëse njeriu i martun, burri i martun, apo gruaja martune bën zina, ka lidhje do thot, po edhe vërtetohet kjo lidhje do thot jo legale, jo ligjme, atëherë dëshmojnë 4 veta që personin do thot X personin e kanë pa duke bë zina, 4 dëshmitar, atëherë edhe ky mbytet me guralesa, me gur. Kështu janë dispozitat e shariatit në Koran. Po çka është e rëndësishme me ditë? Gjatë tërë historisë islame, edhe kom konsultuar këtë çështje me dietar tjerë, edhe me profesor doktor tjerë, nuk ka pas raste ndonjëherë kur janë regjistruar ndonjë rast që dikush është kap duke bë zina dhe 4 dëshmitarë kanë pa ato duke kryer akt imoraliteti. Nuk ka ndodhur gjatë historisë islame që 4 dëshmitarë me pa dikon duke kryer atë vepër të dytë të keqe. Po, ndoshta 1 o 2, mirë po feja po lyp 4. E nëse s'ka 4, duhet me shujt. Mos me përhap se dënohesh ti vet. Domethënë, nëse nuk kemi evidenca të dëshmitarëve, atëherë ky tash që ka bë zina, ky person, po këtë mëkat publik e ka bën, domethënë konsiderohet edhe mëkat publik, po edhe msheft publik, me një anë do thot nderën e tjetër kujt, po msheft është se është bën në mënyrë do thot jo para publikut, shkon dhe dëshmohet, deklarohet te kadiu, te prisi fetar për gjunajin e tij, atëherë merr dënimin e merituar. Domethënë vetë e pranon pa dëshmitar, nëse ky e pranon, atëherë ky e meriton dënimin për më gjujt me gurzi. Dhe numër 3, ku lejohet me fe, nëse një musliman e ndron fejen dhe bëhet katolik apo protestant apo budist apo indus, ati i pa ta fati 3 ditë për më kthyen fenë islame, nëse jo atëherë, domethënë qeveritari islam, halifja, udhëheqësi islam, kryetari islam do thotë, po çka është atëre nxjerrë ligjin që ky person që e ka ndruar fejen, po ky do thotë duhet meriton dënimin me vdekje. Nuk ka kjo shkelje drejtave të njeriut, as nuk është shkelje konventave të kombeve të bashkuara, sepse na nuk e kemi dhunua as kënd fillim me dhunë me bo musliman fetar. Ai ka qenë musliman. Gjyshi i tij, baba i tij, familja e tij, po tani për të ruajtur interesin e përgjithshëm besimtarëve, thu tani feja islame, shariati për me e shërua këtë problem, për të mirë interesin e përgjithshëm, këtë individ që ka vepron kësaj shpallet rebel, të rebelohet nga feja, del nga feja, i pa ta hati për mu kthy. Nëse jo, atëherë ati i shpallet vdekja në emën të Allahut dhe në emën të popullit. Po, më thonë, katili, ai që ka bën immoralitet zina, dhe këti i cili e le fenë islame, që tu lejohet? Rastet tjera nuk lejohet, sot çka po ndodhi në Kosovë, e çka po ndodhi në botë, do thotë për qëllime personale, qëllime do thotë dikush paguhet me myt dikon, dikush paguhet do thotë me të holla adin, po jeton me këtë zanat, si në Meksike, si Amerikën Latine, vende tjera,
kjo është gjuna e madhe. Ajeti po vazhdon dhe mos e përvetsoni pasurinë e bonjakut jetimit, mallin e jetimit mu largua, është gjuna publik me e keq përdor, po vetëm nëse e përdor për të mirë, e zhvillon pasurinë e tij, po biznesin e tij, do të thonë përpunon pasurinë e tij, sa ka qenë i vogël baba i tij ka lënë mall, po ka dek djali vllau, po ka lënë fëmijë vegjël kanë ti si vëlla i interesuar dhe për mallin e tij dikush e keq përdor këtë pasuri. Dikush ka bën manipulime. Kjo është gjuna publik. I dukshëm ndalohet. Vetëm duhet me punu me mallin e jetimit për të mirë të jetimit, po me investu diçka për të mirë të atij, deri kur të rriten. Kur futën moshën madhore, bën vetëdijshëm. Po dietarët, komentatorët e Kuranit tu kanë dhënë disa mendime, jo kur bëhet, më thonë mosh, kur futën në moshën madhore, dikush ka thënë kur ti bën 25 vjet si Imam Ebu Hanifja, dikush ka thënë jo 33 vjet, dikush po 25 vite, po 40 vite, e tjera, po qëllimi është Kurani ka thënë deri në ato momente kur ai është i vetëdijshëm. Kur futën moshën madhore dhe din se si me sjell pasurinë e tij, atëherë ti duhet me dorëzo mallin e tij, jo me keq përdor. Keq përdorimi i mallit jetimit, po harxhimi i mallit jetimit, po spekulimi me mallin e jetimit, ta janë gjuna publike. Shumë kanë më dënu populli, do thot për këto gjuna nëse zhyten. Pastaj po është në ajetin, ndërsa kur matnin peshoj, kur matnin peshoj, po në kanar, po, çka? Ju matni me drejtësi, mos mashtroni për gjatë peshojës duke blerë, duke shit, po edhe për para kur i kanë bërë shitjet me litër, do thotë kur kanë shit, do me thonë drith, apo hurma, zakonisht kanë qenë një nivel, apo një pjatë, formë, do thotë si 1 litër, 2 litër, kështu do thotë për teneqës, dhe ajo është konsideruar njësi matëse. Po, qështu është matë drithi e elbi tërshana, gruri, po edhe hurmat, po tash ka pas raste tjera që janë bajtë me kilograme. Allahu, si do qoftë shit blerja, matni drejt. Dhe mos gaboni me mashtrua se jo është gjuna publik dhe është gjuna i madh, zemra nuk qetësohet. Tani ti po lexon këtë ajet, po lexon këto urdhra të Allahu xhaleshanu, po lexon, çka po thotë këto fundi i ajetit? Po ne askë nuk e ngarkojmë prej mundësive të tij, më shumë se sa smundet. Çka ty pështon dhe 1 gram diçka, pa dëshirë tënde, pa dije tënde, Allahu xhaleshanu ta fal ata. Se ngarkon Allahu njeriu sa smundet. Ajeti numër 8, do të thonë gjuna i numër 8, dhe kur të flisni, thani të vërtetën, dhe nëse është çka fjala për të afërmit, dhe zbatoni obligimet ndaj Allahu xhaleshanu. Kur ta flisni të vërtetën, flisni të vërtetën, gjykoni me të vërtetë, edhe nëse ndonjëherë vjen me gjyku ndaj vllaut, ndaj të afërmit tënd, po gjithmonë të jesh real. Gjithmonë të jesh i sinqert, gjithmonë drejtësinë ta kesh parasysh. Kjo është këshilla e Allahut, Allahu ju urdhron juve, po nëse do thotë e logjikoni, do thotë këtë sheriat ashtu si duhet. Prandaj, ati mos mi bë shok, me rezume të shkurt. Allah me prindërit mos sjell mirë, mos me mbyt fëmijët për shkak të skamjes, mos me ram punë të dyta, po në lidhje do thot me kontakte me vajza apo me gra, po mos me mbyt dikon pa faj, mos me keq përdor mallin e jetimit, kur masim në peshojt masim drejt, po dhe kur të flasim drejt, edhe nëse në atë familjes ton, të afërmit ton, dhe gjani në fund çka po thotë Allahu xhaleshanu, e kjo është rruga ime e drejtë. Wa anna hadha sirati, kjo çka u përmend është rruga ime e drejtë. Edhe ndiqeni këtë rrugë. Dhe mos ndiqni rrugica tjera, mendime tjera, ligje tjera, sa ta ju largojnë nga Zoti. E tani ti i ki pa këta jetet, edhe tash këta jetet duhesh më mundu me shtim praktik, po normal nuk është lehtë, po duhet punë me pas, me prindërit, me shpirtin, me shoqërinë, me biznesin, po me domethënë derin, me moralin. Është kontroll e shpirtit.
nuk o let, dhe thot, me arrit kënaqësinë Allah xhaleshano dhe me arrit shpërblimin e tij. Prandaj jeta me Kur'an, çështu kur ta lexojmë ajetin disa herë, të ndalemi të kuptimet, të zbërthimet të ajeteve, atëherë edhe bëhet normale që jeta jeme. Unë jam një musliman i cili çka e kthyer halalin dhe largon prej haramit, edhe Allah xhallahu pejgamberi alayhis salam i ka përmend do thotë edhe disa gjëra të tjera këto, 7 gjëra të mëdha që janë, po që Allahu shirk mos mi bë, Allahu shirk mos mi bë, po pastaj gjëra tjetër që mo largohet do thotë keq mos respektimi i prindërve, po pastaj Allahumma salli ala Muhammed, mos respektimi, largimi, ikja do magjia, sihri, mbytja njeriut pa të drejtë, kamata, keqpërdorimi i mallit jetimit, ikja dhe dezertimi nga fushbeteja dhe shpikja ndaj grave të ndershme, ka në lot gjëra të tjera që duhet na do thot me pas kujdes. Kamata, paret me fajde, çka po japin sot disa biznesmen Kosovë, ka mos në për banka po punojnë, po edhe tregtar tjerë, kështu po jetojnë. Ta janë gjëra të mëdha publike, shkatruese. Shumë do të me pas kujdes se nuk i bereqet. Nuk i bereqet në fëmijë, as në familje, as në shëndet. Po. Andaj shumë do të me pas kujdes. Çka mirën me sehirbaze, ta me magjia, e me këta sehire, këta gjana kuku për ata. Për që të arsye dënimi i sehirbazit është mbytje, duhet mi e kryt me shpata tina. Çka bën sehire, po. Nëse vërtetohet që e po shkatron, po bën keq, me sheriat që kënë dënimi i tij. Po. Prandaj, shoqëria duhet më urujt këtë mënyrë. Me qenë me mendime të pastërta, me zemër të pastër, me pas brendinë e pastër, po dhe gjymtyrët e pastër, sytë e pastërta, durët e pastërta, mos me qenë do të thotë të përzira të zhytura çka në mëkate, do thotë se përndryshe, do thotë dënimi i Allahu xhaleshano është prezent. Shikues të nderuar, kështu erdhëm pjesën e dytë e personave, besoj që po bëjmë mjaft moderator. Po nëse në ndëgjon se është e kena kompletu 1 orë diçka, dhe kështu gjatë komentimit me e treguam edhe çka duhet bëjmë se si të largohemi, do thotë, e besoj që kjo emision i sontit me që kaq me 2 pjesë është kompletuar, çka ka pas të bëjmë me zemrën, atë botën e brendshme të msheft, edhe tani botën e jashtme, se si të bëhemi do të musliman të mirë, se si të jetojmë me Kur'an. Këta ishin disa reflektime koranore, këta ishin disa mënyra dhe metoda që dietarët na kanë mësuar se si të punojmë me Kur'an, po lutemi Allahu xhaleshano më na mësuat të gjithëve që ti praktikojmë këto ajetet në jetën tonë dhe të shohim hajrin këtyre ajeteve dhe udhëzimeve të Allahu xhaleshano. Ju faleminderit për ndëgjim dhe për kohën që keni ndajt dhe inshallah shihemi në emisione tjera dhe tani pa kalojmë edhe në seancën e pyetjeve dhe përgjigjeve, disa pyetje rreth domethënë temës që kemi diskutuar. Ju faleminderit. Faleminderit shumë doktor për këto 2 pjesë e para dhe e dyta që i ndam së bashku me dëgjuesit tanë, dhe ne do të nisim leximin e pyetjeve. Prapë unë i rikujtoj dëgjuesit që do të përkujdesemi që pyetjet të jenë kryesisht të lidhura me temën të thotë që trajtuam sonte. Ju kërkoj falje atyre që kanë bërë pyetje të cilat janë jashtë temës, ne do t'i ruajmë dhe do t'i trajtojmë në temat adekuate që do t'i bëjnë. Kështu që do të nisim me pyetjen e parë që vjen në studio. Thotë, ju përshëndes dhe ju dëshiroj një mbrëmje të mirë dhe ju falenderoj shumë për këtë emision që po e realizoni. Deshta të pyes mysafirin tuaj në studio lidhur me atë që potencuat më lart, do thotë që thekson edhe Kurani, thotë duhet të jenë 4 dëshmitar për të dënuar zinaqari. Sot për sot po shohim për shembull ka shumë njerëz të tillë që për fat të keq bojnë inqizimet gjatë mëkateve të zinas, edhe aty ka më shumë se sa një dëshmitar që ja tregojnë shokëve e njerëzve të tyre. A mund të hyjë këta persona në persona të tillë, do thotë persona të cilët mund të konsiderohen prej zinaqarëve? Unë zot.
Mëse teknika prej anave negative, apo ka shumë anë, domethënë pika pozitive, por ka dhe pika negative, është edhe kjo që dikush e bën. Normal që kjo është pas pari në një punë dhe mëkat shumë i madh, një gjuna që nëse domethënë ai person që e ka bë këtë edhe pastaj e ka publikuar, gjynaja është dyfishohet sa veta që ta shohin atë gjest apo atë incizim, qa gjynaha ka me pas deri në ditë kiamit. Ku për ata. Domethënë, incizimi këtyre filmave dhe publikimi, gjynaja është, domethënë, multiplied, gjithmonë shumohet deri sa të ekziston jeta. Numër 1. Numër 2, a lejohet për një musliman kështu me bë tash për vete, edhe kjo nuk lejohet. Nuk lejohet fare dhe ndalohet haptas. Ndalohet rrepsisht. Numër 3, a konsiderohet ky incizim, do të thotë, dëshmi te kadia, dëshmi te gjykatësi fetar, çka është e punone, çka punohet në botën arabe, edhe në botën islame, në për gjykata fetare të sheriatit, nuk mjaftojnë me incizime. Se mund aty më bën, do thotë, ka mundësi më bën manipulime, ka mundësi më bën, do thotë, diçka, do thotë, edhe më qenë përqindje e vogël, shumë e vogël atyre manipulimeve, nuk konsiderohet, do thotë, incizimi evidencë mjaftueshme për me ekzekutua dikon dënimin mjadhan. Do patjetër dëshmitar, dhe me thonë, gjallë me qenë. Dhe të gjithë me raportuan njëjtë, të katërtit me raportuan njëjtë, me treguan detalet e rastit krejt njëjtë, dhe asnjë ndryshim nuk guxon me pas në raportin e tyre. Pse to dublazh apo duplikimi i këtyre filmi dhe të incizimeve dhe lojnat me këta çka po bëjnë sot teknologjia, edhe ndose dëshmohet diçka, po kjo, a ka mundësi diçka më fut dyshim aty, me bë diçka, me thonë, me manipulu, ka mundësi, e për që arsye në për gjykata islame nuk mirët parasysh kjo. Duhet patjetër 4 dyshime, 4 dëshmitar, ose, dhe me thonë, nuk raportohet çështja. Nuk raportohet çështja, jetë me katë gjuna e tij personale, mes tij dhe mes Allahut, bën tobe istikfar, ai edhe ajo, dhe nuk ka nevojë me publikua veten, as me shku te kadia me lyp, të me thonë, me lyp dënimin. Nuk është e domosdoshme. Ata që kanë bërë gjuna, ata që kanë bërë zina, po ti ka mlu Allahu xhaleshanuhu, edhe ti mloje veten. Nuk e ki me borxh, po bën ty besikvar, nuk e ki me borxh me shku sheriat, me shku në Medinë apo në Mekë apo në Saudi apo dikun ku punojnë dhe me thonë shpatën apo gjunin me gurzin mytën e mu. Përdresa ta ka mlu Allahu, edhe ti mloja vetës. Nuk e ki me borxh. E disa trisat në përëndim, apo disa që për putën e islam, apo mënyrë dhe treja, po ka i kemi rast, po shpen, po raportojnë vetë vetiu. Te pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur ai rasti i atij sahabiut Maiz al-Ghamidiyya, ai gruaja nga kabila Ghamidi, edhe Maizi do thotë, dy kanë qenë të martuar. Po askush si ka pa. Mirë, po ata janë penduar shumë pastaj, dhe kanë ardhur, janë deklaruar vetë pejgamberi alayhis salam. Shqipni që ka bërë gjyqtari islam, apo gjykatësi islam, apo kadia islam, çfarë mëshirë ka pas pejgamberi, çfarë strategji ka pas. Ka ardha i Maizi, ka thënë, ja Rasulullah, ku bë zina, çështo. Me njerë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kthy shpinën, ka thënë, haqë ndoshta se ka gjendje të mirë, ndoshta, do me thonë, nuk u kanë zina, ndoshta, më falni o lezër o motra, dhe me thonë, ka ndodhur diçka tjetër, do një qafje, për qafim do një diçka tjetër, po, ja Rasulullah, dhe pejgamberi po largohet. Ai spihiqet ai, pejgamberi alayhis salam t'ia kthen shpinën, po, kjo do me thonë që po jep në mënyrë indirekte sinjale, largohu, shko se nuk ka feja islame feja cila ka ardhur mi torturon njerëzit, mi mundon njerëzit. Na nuk jemi të uritur as për gjake, as për shpata, as për dajak, as për asgjë hiç. As për shkopi, po i kemi ardhur vetëm me rregullu jetën, sistemin njerëzor. Prandaj, çka kemi mundësi me mlua, i mlojmë. A nëse nuk, do me thonë, çka s'u bë publike, ajo jetë ashtu mes teje mes Allah. A nëse publikohet,
katër dëshmitar shojnë, ma aty nuk ka tolerancë. Aty nuk ka tolerancë, aty menjar do të me praktiku. Po. Besoj që isha i të faleminderit. Shpresoj që po. Doktor, pyetja radhës vjen e tillë, thotë ju përshëndes duke ju dëshiruar një mbrëmje të mirë dhe falenderoj shumë për këto fjalë dhe këto perla të cilat doktori i tha deri më tani në studio. Desha ti drejtohem me një pyetje pikrisht kur e potencuat çështjen e peshojës, do të thotë matjes si peshoj. A mund të futet në këtë aspekt edhe tradhtia në biznes, edhe keqpërdorimi që mund t'i bëj kolegut në biznes, ortakut, ose sasia e ndryshme e cila nuk vëhet në peshoj, por sasi e cila mund të proklamohet si një diçka dhe jipet më pak se sa që thuhet. Po, ashtu është. Tani, llojet e biznesit, ngjyrat e biznesit, llojet e manipulimeve, domethënë metodat manipulimeve janë shumëtash, lloj-lloj. Metoda ka dikush do thotë çish po mashtron e çish po vije, dhe çdo gjë, çka do thotë? Bëhet në dëm të atij, blerësit. Po, kjo është ndaluar. Ti si shit nuk guxon do thotë tani me manipulun pasuni. As me qitë ma pak, as me përzi me material, në me thënë, jo original, as me përzi diçka, do thënë, me gjonat që jo esenciale, jo originale, po qka, çdo që shka të manipulon, në me thënë, kjo ketë futët në këtë ndales. Peshoja sot pëjnë me gram, pëjnë me tonelata, po, aty të është ata ekspertët në botën e peshoja, ata dinë se si që shë manipulojnë, që si programojnë. Kemi pas rastën edhe në Turqi dhe në botën arabe, në përfura, po kise buka po shitet 1 kilogram, aty ndërsa është shit 950 gram, 50 gram, në më të në kanë në kurdis, kanarin, vagën, në atë mënyrë, sa që për mi, jenë dajtë sopat e bukës brumi, për 1 kilograma në fakt ka qenë 950 gram ka qenë. Dere sa ka inspekcion dhe i ka zonë. Në thëtë, si makina, a i po të pagun ty për makinë, dhe më thonë me qëto kritere, me qëtë model, me qëtë vit, dhe me thonë, më është, e ti pi bjen makinë loj tjetër, model, kritere tjera, cilësi tjera, e pe merë hakun, kjo është dhe kjo mashtrim. Një aparat, po, një motor, një diçka, qka do që të është, duhet muslimani me qeni përpik, po, në të kritere, në të cilësi, në të kushte që ka kërku vlerësi. Shqitësi nuk guzon me manipulu, se ka jetët koranore, edhe surët e l-mutafifin, vejlun e l-mutafifin, edhe korupcioni financiar, apo korupcioni tregtar, ka qenë në kohën e Hazreti Shuaibit, po shumë i përhapun, e Allah i ka ndalu dhe i ka dënu me dënimet repte. Me tomate, që ka po bëjnë të na gjatë verës, me lakra, po i mushin me shpric, me uj, me banane, e bostanat, do me thënë, loj, po i shartojnë me shartimet kungullit, po dalin pjepnat mëdhaj, as kungull, as pjepën, po, këta manipulime shkejtane, shka se ka mësusët edhe njërjën. Këta futën ndalohen, të haram ndalohet, po, për me rujtë, do me thënë, drejtën e që kapitën sëtë, do me thënë, dhe customers right, do me thënë, protection, dhe drejtat e mishteriut, apo blerësit. Nëse vërën dë një gjest, apo dë një mashtrim, apo dë një produkt ushqimor me afat të skaduar, apo diçka, me njerë thirë në këtë numër. Muslimani ka në zemër telefone, ka zemër Allah në gjeleshon, nuk gëzën, as me shqit materiale me afat të skaduar, as me shqit mish me afat të skaduar, as me blej mish, as me importua, as me eksportua, as nga Brazili, as nga Spanja, as nga Arabia, as kurkush, as kurban, as kur gjën hiq, këta e në vijat kuqe. Tilke hududullah, Kurani ka thonë, këta janë vijat e Allahut, kufijt e Allahut. Besoj që i kam të din përgjigjen e këtij. Allah ju falënderit. Është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Amin. Doktor, edhe pyetja e fundit që mund t'i përkas temës së sotme, pikërisht dëgjuesi është fokusuar në një sferë mjaft të rëndësishme që mbase të gjithë dëshirojmë ta dimë. Të gjitha këto mëkate të cilat
mund ta përfshin njeriu, thot pyetja. Me pendim, ndoshta pas here vjen dyshimi tek unë, thot a jam pendu sinqerisht? Si mund ta dim që jam i penduar sinqerisht? A është vetëm fakt nëse nuk e përsëris atë, apo është fakt thjesht pendimi me shpirt edhe me zemër dhe e ndjen në vetvete se ke lëndu tjetrin dhe ai lëndim e ka vra dhe e ka keq përdor tjetrin? Si e din veten a ki pendimin e sinqert? Normal, nëse nuk e përsërit gabimin, kjo është një shenjë, një sinjali, me thonë, i madh dhe i dukshëm, që ti ke qenë sinqert, dhe argument që je i sinqert nuk je të përsërit qatë gabim. Numër 2, shenjat e pendimit të sinqert, nëse ti gjithmonë hecish përpara, je i avancuar, bëhesh dita ditës burri më i mirë, musliman më i mirë, djali më i mirë, burr më i mirë me gruan, vëlla më i mirë, po, shok më i mirë, ha? Këta janë shenja do thotë e pendimit të sinqert. Normal, numër 3, gjithmonë do thotë në zemër duhet me pas ti do thotë atë frikën, atë rezervën, se kemi komentuar më herët, po që o Allah, pranohu nga unë këtë pendim. O Allah, ti jesh i kënaqur me mua. Se vizioni, synimi në është do thotë që me këto emisione, me këto trajnime të komentimit ajeteve të Koranit, po i lexojmë se si na veten me trajnu. Nuk është lehtë ke punë shumë me zemër, ke punë me vetit të tua, me egon tënde, me ndjenjat e tua, me botën e mbrëmshme të njerëzit që është në botë, është shumë e hapur dhe thotë pa kufi. Po, për çfarë arsye Kurani ka përdor një term vedharu dhahira lithme batine, gjunat që janë dukshme, do thotë shifën të personalitetin njerëzit, batine, domethënë gjunat interne, brendshme, brenda barkun tënd, çka nuk i din kush përveç ti. Prandaj, këta janë ata shenjat e pendimit të sinqert, kështu dietarët e kanë definuar, nëse është e veten gjithmonë në punë të mira, vepra të mira, je pozitiv, gëzo se e ka pranuar Allahu pendimin. Numër 2, nuk je të përsërit ata, po numër 3, çka po them, në ndish zemrat mërzi, donjëherë nëse të rrshet këmba, gjuha, dora, përsërit atë gabimin, atëherë përsërit dera pendimit është e qetë. Apo të ristarton procesin nga fillimi. Apo procedura fillon nga fillimi dhe kështu do thotë vazhdon jetën tënde. Besoj që isha i qartë edhe në këtë përgjigje të Allahut. Doktor, të falenderoj shumë edhe sonte për këtë emision të sontëm dhe njëkohësisht të falenderoj edhe për përgatitjen e slajdeve të cilat janë prezantuar për të gjithë shikuesit që po na ndjekin në YouTube dhe Facebook, një përgatitje profesionale e këtyre materialeve. E di që është një punë shumë e madhe dhe mbase edhe pas here që të merr kohë shumë, por shpresoj që shpërblimin e Zotit ta kesh ti edhe gjithë ekipa e radios që po realizojmë këtë programe. Faleminderit moderator, Allah ju rojt nderën e kemi, kënaqësinë e kemi. Normal, pa dyshim, ka mund, ka kohë, po dëshira jonë është të thotë me dhënë një shembull, me qenë pak ideal në këtë punën profesionale, punën do të thotë akademike, me qenë shembull për studentët tanë, për vëllezërit tanë, për ata cilët po çka më tregoni me mënyrë një rrugë se si shërbehet. Normal, i kreativiteti, inovacionet nuk kanë kufi. Unë e di që kemi dizajnera mjaft edhe në shumë në Kosovë apo gjetio në botë, i përgatisin ndoshta në mënyrë më profesionale, mirë, po këta janë çka na i kemi në çka i posedojmë domethënë në aftësitë tona që Allahu na ka nderuar në universitet. Në këtë mënyrë dhe ju shpjegojmë studentëve tanë çështjet e Kuranit, komentimin, interpretimit, kulturës islame, probleme tjera. Allahu na pranoft, Allahu na i fal gabimet. Ju falenderit shumë edhe juve. Inshallah shifemi në emisionin e ardhshëm. Mos të harroni nga lutjet tuaja. Selamun aleikum wa rahmatullah. Aleikum selam, doktor, falemderit shumë edhe ju dëshirojmë shëndet edhe gjithat mirat deri në takimin ton të ardhshëm. Zoti ju rujt, Zoti ju shpërbleft për kontributin dhe mundimin. Amin.
Të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, ishim në transmetim të drejt për drejt në radio dituriaislame.com dhe ishim në emisionin Jeta me Kur'an, bashkë drejtuar nga profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha. Ishte ky transmetimi drejt për drejt që u realizua në radio dituriaislame.com, në webfaqen e cila transmeton programet e radios. Ne me doktorin takohemi çdo të martë dhe transmetojmë live në Facebook tek faqja Radio Dituria Islame, po ashtu dhe në YouTube tek programi I natës. Këto transmetime mundsohen nga studio në Prishtinë. Në drejtim të emisionit isha unë Avni Lugiqi, sonte bashkë me ju dhe duke ju falenderuar shumë të gjithë juve që ndat kohën tuaj me ne në këtë emision. Ju përshëndes duke shpresuar e besuar që do të ritakohemi në emisionet e ardhshme. E deri në takimin ton tjetër, mbesni në mëshirën e të Madhit Zot. Selamu alaikum, natën e mirë.